Deputeti i Partisë Demokratike Kliti Hoti bashkë me urbanisin Imeldi Sokoli dhe drejtuesin e Departamentit Infrastrukturës në Partinë Demokratike Besnik Dervishi zhvilluar një inspektim në investimin që po realizohet në hyrje të Shkodrës. Deputeti Hoti tha se 3 rrethrotullime do shtojnë më tepër trafikun dhe ky investim është i gabuar për Shkodrën. Kena edhe 3 rrethrotullime, të cilat jo vetëm nuk do ta shkarkojnë trafikun, po do ta ngarkojnë edhe më shumë. Ky investim është investim i gabuar për Shkodrën dhe si bëhen investime pa planifikim edhe jo në favor ose në shërbim të qytetarëve të Shkodrës. A meritojnë shkodranët të trajtohen këtë mënyrë, sepse janë taksat e shkodranëve, janë taksat e shqiptarëve. Për Dervishin dhe Sokoli, një investim i tillë nuk u shërben qytetarëve, po shton më tepër trafikun. Ky investim i realizuar në hyrje të qytetit të Shkodrës në lagjen Bashallek, jo vetëm nuk i shërben qytetarëve, por vështirëson jetën e përditshme të tyre, sidomos të bizneseve dhe komunikimin e dyanshëm të rrugëve. Por ky është investimi që i duhet Shkodrës? Ky është investimi që zhbllokon trafikun për në Shkodër dhe për mëtej? Jo, Shkodra meriton më shumë. Shkodra si kryeqendra e Veriut, së bashku me Veriun, këto 13 vite është parë si e njerëkës. Jo vetëm është parë si e njerëkës, por nuk ka pasur investime në infrastrukturë. Sot trafiku për qytetin e Shkodrës është mbytës për gjithë Veriun. Kjo zgjidhje teknike do ta shpërsoj problemin e trafikut në qytetin e Shkodrës, duke spostuar nga rrethrotullimi i Kishës Zojës në bllokimin tashmë të rrethrotullimit të harkut të Bërticës. Pra, problemi do shmanget nga një pikë do të shkojë tek pika tjetër. Edhe për qytetarët shkodran, investimi është i gabuar sepse më parë duhet të ndërtohej ura. Ura dash mu bëhet para zëni. Ne me bën rrugën banurin një. Bën edhe kryqëzimin atje me imi kalimën në kalim, edhe na bën këtë rrugën. Që është po nuk pat me kapat alek çdo me bën si tana punë si i bën tani. Banurin një hap rrugën. Ti bën ke bën rrugën ski ur ku me kalu. Rruga me i kalim. Si mjet shkodon kanë me trafik. Njësoj mozi. Pra, kanë me bëj këtë rrugë më shpejt, edhe kanë me shku me në trafik. Një shkodër. Një rrugë për trotuari është për asfaltin. Që është Ujë s'ka ku me kalu. Jo më uji, po hyp makina po frizorit. Hyp makina po na lukur gjo. Mirë sa aty. Unë ka po makinë të hyp edhe për me atje u zgjat. Atje në rrugë Durrësit. Të shkuar shanë shumë. Deputeti Hoti kishte kritika edhe për urën e re të Bachallekut. Jemi te ura që nuk ekziston, te ura Bachallekut, që u premtu që do të ishte gati në muajin e ardhshëm. U premtu nga ish Ministra e Energjetikës, u premtu nga kryebashkiaku i Shkodrës. Kjo urë nuk ekziston dhe nuk do të realizohet për vitin 2026.